Mikela Pupa ishte e ftuar së fundmi në Andale Media, kundër të tjera foli për herë të parë dhe për prishjen e miqësisë me Efi Dhedhes. E pyetur nga moderatorët nëse ishte penduar që u fut së bashku me Efin në Big Brother VIP 2, Mikela u përgjigj: "Nuk pendohem, jam njëri që nuk rrie vras shumë mendjen, si ndodhi, pse ndodhi. Dhe më pëlqen që ndodhi ashtu, sepse më vonë koha tregoi dhe shumë gjëra të tjera", u shpreh Mikela. Pasi tregoi se nuk kanë më asnjë lloj kontakti me njëra tjetrën, Mikela tregoi edhe variantin e saj për atë që ndodhi midis ish-mikeshave të ngushta. "Nuk na ndau Big Brotheri, nuk mund të ndaj dikush nëse është një marrëdhënie e sinqertë e fortë. Nuk dua të ndaloj shumë te kjo pjesa. Gjëja e vetme që mua më vjen keq është që kujtimi i fundit që kam me të nuk ka qenë fare i mirë, dhe kam qenë shtatzën. Dhe është e vërtet ajo që thonë gjithë gratë shtatzën, që si të sillen njerëzit në atë periudhë, ti s'do ta harrosh kurrë. Kjo është e vetmja gjë që më ka ngelur pak, por që i uroj më të mirat dhe të ketë suksese në jetën e vet", shprehet Mikela. Ndonse Mikela i uroi më të mirat Efit, qartësisht ajo duket ende e zhgënjur për çfarëdo që ka ndodhur mes të dyjave. Në fund ajo nënkupton se mund të jetë përballur me një tjetër version të Efit pas fitimit të një lloj populariteti. "Shiko, është një shprehje e vjetër që thotë, kur të kesh lekun dhe famën i kupton vërtet njerëzit se kush janë", shprehet Mikela. Mund të jetë rastësi, por Efi Dhedhes vendosi të jap disa këshilla jete që duket se i drejtohen tërthorazi ish-mikeshës së saj të ngushtë, Mikela Pupës. Mikela e ftuar në Andale Media foli për herë të parë për prishjen e miqësisë së tyre dhe tregoi mes rreshtave se arsyeja për ndarjen e tyre ka qenë edhe sjellja e Efit pas popularitetit që mori në fund të Big Brother VIP Albania 2. Efi postoi disa video në storyt e saj në Instagram ku nisi të thotë: "Nisim ditën me një këshill pozitive. Sa herë të shifni dikë, dëgjoni dikë që mundohet t'ju uli vlerat ose energjinë ose t'ju prishit ditën, ju aty merrni akoma më shumë fuqi dhe jepini, se sa më shumë njerëz të flasin keq për ju do thotë që jeni në rrugën e dur. Nëse jeni i mirë me të gjithë, do të thotë që diçka nuk shkon me ju, sepse njeriu nuk mund të përshtatet dhe të pëlqejet nga gjithkush. Pra i bie që po shtireni, që kështu mos gënjeni veten, edhe mos u mundoni të fit in në çdo lloj shoqërie, por gjeni shoqërinë që ju përshtatet. Ose më saktë, duhet me gjetë veten një herë, pastaj do vinë njerëzit e duar në jetën tuaj. Nëse se ke gjetur veten, atëherë do përpiqesh të bindesh gjithkund se sa i mirë je. Dhe ky është problemi më i madh që ti mund t'i shkaktosh vetes tënde. Njerëzit për rreth nesh gjithmonë duhet të shërbejnë si instrument të cilët do na krijojnë melodinë dhe muzikën tonë, por është e jona. Që do të thotë do ketë edhe njerëz të cilët do të pengojnë në rrugën tënde, do ketë njerëz që do të ndihmojnë, do ketë njerëz të ndryshëm, por ideja është mënyra se si ti je shef. Nëse ti je shef që këta njerëz të cilët do të pengojnë të shërbejnë, atëherë nuk do mërzitesh, por do gëzohesh shumë që ata ekzistojnë dhe për të treguar që ti në fakt je në rrugën e duhur. Po ta vësh re, po të marrësh 100 persona të ndryshëm, edhe të pyesësh ose dikush t'i pyesi për ty se çfarë mendimi kanë për ty, të 100 do thonë, dikush do thotë që është arrogante, dikush do thotë që është shumë e mirë, dikush do thotë që nuk më pëlqen sepse është ku do me thënë do dëgjosh 100 versione të ndryshme, edhe zakonisht më të shumtat mund të jenë edhe negative. Po ta vësh re dita jote nuk është gjithmonë e bukur. Për shembull në rastin tim, e di shumë mirë që ka raste kur unë jam e mërzitur, ndodh që fytyra ime është o zoti i madh, nuk më flitet me gojë, dhe sado që do dua të flas dhe të buzëqesh nuk më qeshet. Dhe ai personi që më ka takuar atë ditë, gjë që ai do thotë është, ajo Efi, shumë njeri i hidhur, ose një gjë të tillë. Dhe kjo është normale. Ti ekziston në këtë botë në 1 milion versione të ndryshme. Mjafton ti të dish se kush je, gjëra çfarë thon të tjerët. Dhe e di kush është një nga fazat më të bukura të jetës? Atëherë kur ti ndalon se qenëri një viktim. Atëherë kur ti ndalon së fajsuarit të tjerët për problemet që ti ke në jetë. Atëherë kur ti ndalon të thuash o Zot pse mua. Atëherë kur ti kupton që po ty
sepse ajo gjë që ty po të ndodh ka diçka për të mësuar dhe mbi të gjitha kur kupton që Zoti nuk është se na ka ndarë dhe më do mua më shumë dhe më pak ty. Na do të gjithëve njësoj, po secili prej nesh ka eksperiencat e veta të cilat i duhet t'i kaloj i vetëm ti me veten tënde. Dhe çdo problem ansor që na ndodh është për të na ndihmuar ne në këtë proces. Në momentin që ti do ta kuptosh këtë gjë, atëherë jeta jote do duket më e lehtë. Pa çka se probleme kemi të gjithë, por unë e kam kuptuar dhe jam shumë e lumtur. Ndonë sa arsye e vërtet e prishjes së miqësisë së Mikelës dhe Efit nuk u zbulua kurrë, pas intervistës për Andale, Mikela vendosi të bëjë edhe një reagim të fundit. Nuk do e përmend më këtë muhabet. S'kisha për të thënë e thash, si kam fare qef këto distet e Instagramit. Ka qenë një pjesë e përgjigjes së Mikelës ndaj pyetjes së një ndjekësi. Pse e zën me Efin? Besoj gjithë ndjekësit donin një shpjegim. Pyetja që i drejtohet Mikelës në Insta Story. Çfarë kisha për të thënë e thash, nuk do e përmend më këtë muhabet. Kush më njeh dhe më ndjek për vitesh e di si un jam, dhe sa bëj unë për njerëzit që dua. Si kam fare qef këto distet e Instagramit, apo vëmendjen me gicmice me kunja. Pikërisht për ju fola, dhe pas kaq shumë kohër se më keni pyetur vazhdimisht pse nuk reagoja kur flitej për mua në intervista të tjera, dhe thuheshin dhe fjalë të pavërteta. Koha tregon çdo gjë. Siç ka treguar që kam një rreth miqësor shumë të vjetër dhe kam po të njëjtën marrëdhënie me ta. E ndërsa Efi e pyetur nga Olti Curri për intervistën e Mikelës u shpreh: "Nuk më intereson fare, as nuk e kam parë as do e shoh. Jeta ime është shumë e bukur për t'u marrë me këto budalliqe, s'kam kohë", shprehet Efi në mesazhin e dërguar Oltit Currit.